E pazakont, mbështetësi i Partisë Demokratike godet komisionerin e Partisë Socialiste pas dyshimit se i ngacmoi të bijën. Ditën e sotme një incident është regjistruar në një nga qendrat e votimit në Pogradec, ku Luan Tollozhina, një nga mbështetësit e njohur të Partisë Demokratike, ka goditur komisionerin e Partisë Socialiste Entin Gega, sipas burimeve përplasja ka ndodhur për arsye personale dhe nuk ka lidhje me procesin zgjedhor. Dyshohet se shkak i incidentit është bërë një ngacmim verbal i komisionerit ndaj vajzës së Tollozhinës që ka çuar në reagimin e dhunshëm të këtij të fundit.